Ka raste të elmimet qenve, ka raste të vrasjet qenve, ka shumë më të zeza që mund të paramentojnë njeriu tani i përjetojnë kafshët tona në Kosovë. Ne i kemi ftuar gjitha komunat të bashkëpunojnë me ne, po deri me tani vetëm komuna Shtimes ka tregu interes dhe jemi në bashkëpunim, kurse komuna tjera, për të them shumica e komunave tjera, vetëm kanë plane si me zhduk qetë, si me keqpërdor fondet, po jo me zgjidhje problem. E ne kemi thonë disa herë që vrasja qenve, zhvendosja, deportimi, sigurat që i praktikojnë, nuk ka zgjedhje, po duhet të sterilizojmë krejt qetë, as ndërtimi strimoreve të shtrejta nuk ka zgjedhje, se ato pare mund mi përdor për mi sterilizu qetë. Se një strimore thjesht këta që e ndërtojnë kushton 200-300 euro. Me 300 euro ne i sterilizojmë 6.000 qenë, e ata 6.000 qenë kur të sterilizojmë para ndalot lindja më spak të 15.000 klyshve. E ata 15.000 klysh, këta kur nuk mund mi strehun qatë strimorën që po jo kushton 300.000 euro. Kemi shembull komunën e Pejës, ajo nxifet për të merrin hororin e qenve, është ajo mbetorinori aty në Sverk, aty kemi sterilizuar vitin e kaluar mbi 1.000 qenë, edhe kemi thirrë, kemi ftuar kryetarin, edhe të gjithë zyrtarët e komunës, e aty sterilizojmë se jemi të harxhu parat holandeze komunë ju as që reagojnë. Kjo vlen edhe për komunën e Prishtinës, edhe për prezidentët e gjitha komunat, se ke zyrtarët e Kosovës nuk i vizitojnë seminaret ose kongreset lidhur me kafshë në Evropë, ku flitet zi e terë për ne, është një marrë shumë i zi, se neve na quajnë Taliban të Ballkanit, që vrasin, ky popull vret qenë, i helmat qenë, i zhduk qenë, do më thonë nuk ka kur farqasje ose si të ndihmohet kjo çështje në mënyrë humane, po vetëm bëjnë plane si mi zhduk qenë. Që kjo situatë edhe sjellja e tyne ka mi kushtu Kosovës shumë në imazh me dekada që nuk ka më përmirësu kjo imazh, edhe sa kushton mi zgjidh çështjen e qenve nuk është as 10% sa kam na kushtu neve në investitor, në vizitor e në turistën e gjitha. Se këta më duket zyrtarët tonë këtu vetëm e përcjellin Big Brother, nuk i përcjellin si flitet për në Kosovë aty, kjo do të më zhduk. Se zyrtarët mendojnë tash vetëm të vetë pasuruan, a nuk e kanë brengën çka do të pëson Kosova e gjeneratat tona që do të identifikohen mas 10-15 viteve me një popull që ka vrarë qenë, ka helmuar qenë edhe i ka keqpërdorur qenë. Zgjedhja qersi kryesor 1 deri në 10 është sterilizimi intenziv, mi sterilizu gjithë qenët. Edhe nëse dojnë mi strehu, të strehohen klysht edhe qenë që ka nevoja mjekësore. Do më thonë, edhe ka qenë shumë të aksidentum, e mos të strehojnë këta qenë të shëndosh, se këta e quajnë strehim, po ajo është hapi parë para zhdukjes. Do më thonë, këta thuan që kemi ndërtuar, po aty është vetëm bëhen plane si mi zhdukë dhe mi hup fijen, ose i deportojnë nga për mbetorinore, ose diçka tjetër, po ajo strimore nuk është me qëllim humanitar, sikur që përdoret në perëndim për me strehu, do më thonë një qenë që ka nevoja mjekësore.